dhe AKP-ja do të shuhet. 37.418 euro pagë vjetore neto. Aty si shefe, ose drejtoresh pritet të bëhet një anëtare e rëndësishme e partisë së tij. AKP-ja kemi thënë që do të shuhet dhe AKP-ja do të shuhet. Kanë vjedh me paga, kanë vjedh me privatizime. Janë paguar për të vjedhur. Merrni me mend. Ndërmarrjet publike t'i shpëtojmë nga privatizimi e nepotizmi, të parat t'ja marrim AKP-s me që rasti pushon mandati AKP-s. Ky është premtimi i Kurtit për shurjen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. 4 vjet më vonë, AKP është gjallë edhe të funksionu. Madje vazhdimisht nxjerr në shitje ose në privatizim asetet e saj. Pra, institucionet të cilin Albin Kurti e kishte thonë me 10 herë që ka me shu, në fund të mandatit të tij qeverisës, aty si shefe ose drejtoresh pritet të bëhet një anëtare e rëndësishme e partisë së tij. Asamblistja e vetëvendosjes në Prishtinë, Nora Kelmendi, ka marrë mas shumë tipik në konkursin për drejtoresh ekzekutive në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Nga 3 kandidatë që kanë kalu pragun për 70% të pikëve e që synojnë pozicionin e drejtorit ekzekutiv të AKP-s, Nora Kelmendi ka bëndshëm ma shumë pikë se 2 të tjerët. Në testin me shkrim, Nora Kelmendi ka marrë 43.6 poena, ndërsa në intervistë ka marrë 44 pikë, që në total i bie se ajo ka marrë 87.6 poena, ndërsa kandidati i dytë është Bujar Sadiku me 76.8 poena dhe i treti Muharrem Arifi me 75.2 poena. Rezultatet kanë dalë me 4 prill dhe afati ankesave është 30 ditë. Na kena kontaktuar me Nora Kelmendin. Ajo tha për kallëzo.com se integriteti, karakteri dhe profesionalizmi në punë nuk kanë të bëjnë me orientime apo të ashtu quajtura poentime politike. Ajo thot se në epokë këtë institucion ka ushtru pozitën e lartë udhëheqëse për 8 vite në kohën kur lëvizja vendvendosje nuk ka qenë fare në pushtet. Ndërsa thot se procesi i intervistimit është monitoruar nga persona të pavarur. Kelmendi tha se në rast se zgjedhet, ajo do t'jap dorëheqje nga pozitat partijake që ajo mban. Por, kush është Nora Kelmendi? Ajo është një prej grave politikane më të rëndësishme të partisë së Kurtit në Prishtinë, duke mbajtur pozita të rëndësishme prej vitit 2013. Në mandatin e parë vendendosjes në komunën e Prishtinës, aja ka shërbyer si drejtoreshe gjeodezisë dhe kadastrit. E kishte vazhduar edhe në mandatin e dytë, derisa ishte shkarkuar nga Shpenda Meti, që në atë kohë u pat largu nga vetëvendosja. Pastaj, në qeverinë Kurti 1, Kelmendi ishte emëruar këshilltare e kryeministrit Albin Kurti. Për pak muaj, ajo kishte drejtu edhe drejtorinë e gjeodezisë dhe kadastrit në Prizren, kur komuna atë kohë udhëhiqej nga kryetari Mytaher Haskuka. Në zgjedhjet e fundit lokale, Nora Kelmendi u zgjodh asambliste e kuvendit komunal të Prishtinës, pas që vazhdon ta mbajë ende. Po ashtu, së fundmi ishte angazhuar edhe si shefe e stafit të kabinetit të ministrit të shëndetësisë Arben Bitia. Paga në këtë pozitë është goxha e lartë krahasuar me pozitat e tjera. Ish drejtori ekzekutiv i AKP-s, Arben Limani, në deklarimin e pasurisë për vitin 2024, kishte deklaruar se i merr 37.418 euro pagë vjetore neto, që në mujt i bjen se i merr 3.118 euro.